Të paktën 404 persona kanë humbur jetën dhe 562 të tjerë janë plagosur në sulmet që Izraeli nisi në rripën e Gazës mëngjesin e sotëm duke shkelur armëpushimin. Në një deklarat me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, thuhet se numri i personave që humbën jetën në sulmet dhe masakret e kryera nga ushtria izraelite në rripën e Gazës u rrit në 404. Sekretari i përgjithshëm i EKB-s Antonio Guterres bëri thirrje që të respektohet armëpushimi në rripën e Gazës pas sulmeve të fundit të kryera nga Izraeli. Në një deklarat me shkrim nga zëvendësi zëdhënësi i EKB-s, Ferhan Haq, u theksua se Guterres është i tronditur nga vrasja e kaq shumë civileve palestineze në sulmet ajrore izraelite në Gaza. Po ashtu, ka reaguar edhe Ministria Turke e Punëve të Jashtme. Në deklarat thuhet se masakri izraelite e qindra palestinezëve në sulmet në Gaza mëngjesin e sotëm tregon se qeveria e kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu ka hyrë në një fazë të re në politikën gjenocidale. Izraeli sfidon njerëzimin duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe vlerat universale në mënyrën më të rëndë, në një periudhë kur kërkimi për paqe dhe stabilitetin në nivel global po intensifikohet. Ky qëndrim agresiv i shfaqur nga qeveria izraelite kërcënon të armën e përbashkët të rajonit, thuhet në deklaratë. Edhe Ministria e Jashtme e Egjiptit dënon sulmet e vdekjepruese ajrore të Izraelit gjatë natës në rripën e Gazës, duke quajtur atë një shkelje flagrante të armëpushimit që hyri në fuqi më 19 janar. Sulmet përbëjnë një përshkallëzim të rrezikshëm që kërcënon të sjellë pasoja të rënda për stabilitetin e rajonit, thuhet në deklaratën e Egjiptit, i cili ndërmjetësoi armëpushimin e Gazës së bashku me Katarin dhe Shtetet e Bashkuara. Pas armëpushimit që u arrit më 19 janar, ushtria izraelite nisi sërish sulme të ashpra në rripën e Gazës mëngjesin e sotëm. Thuhet se ushtria izraelite ka bombarduar intensivisht rripën e Gazës, përfshirë tendet e palestinezëve të zhvendosur, shkollat ku ata janë strehuar dhe shtëpitë e civilëve. Në një deklarat nga zyra e kryeministit të Izraelit thuhet se sulmet janë nisur me urdhër të kryeministit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes Yisrael Katz.